me njerë njësim komunikimin së bashku që të kemi si të shfrytëzojmë sa më shumë kohën që kemi në dispozicion. Disa zhvillime kryesore ditës djeshme po shpirtin që ditë sot me jenë këto, prandaj le të themi jam munduar që të t'i bashkojmë këto zhvillime në një temë dite. Kushtetuesja ende nuk ka një vendim për Belinda Balluku në ankimimin që ka bërë qeveria vetë kryeministri që është apo jo i drejt apo mundet apo jo që një gjykat në këtë rast gjykojë të pezulloj një ministër dhe në pas do të kuptoj eksaktësisht për le të themi fati apo i vendim i gjykatës dhe nga ana tjetër sot Ervin Saljani nis takimet me bazën apo foltoret në Partinë Demokratike pas asaj kafes së famshme. Këto zhvillime kryesore si komentoni apo dhe ato që ndodhi në Bruksel, le të themi në zemër të Europës me arrestimin e Federica Mogherinit pra me akuzat edhe të korrupsionit pak a shumë, me që ne korrupsionin po diskutojmë gjatë këtyre ditëve më së shumti. Përshëndetje. Numrat e telefonit në ekran, telefononi dhe bëni pjesë të programit edhe me video call për me zë dhe me figurë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. E jemi pasur një telefonat por shkëputur linja me atë që kuptova, kështu që marrim të radhës. Urdhëroni, përshëndetje. Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të gjë me vëmendje, të lutem, ule pak zërin e Mirëmëngjes, këtu janë të përshëndes. Të lutem ule pak zërin e televizorit edhe ju dëgjoj. E kam ul fare. Jemi në rregull, më thuaj. Dëgjoj. Po. Paja 3-4 ditësh, po hipshe rubrikën sportive të në ndërë të gjysë. Po. Edhe, e ndërprejme se doli Saliu në ekran. Po. Po shkujtëshim pu Saliu që e qiti ju në ekran në televizor, e burevës. Se ndërprejme atë emisionin, atë... Hapësirën sportive. Rubrikën sportive. Hapësirën sportive, më së miri. Se ndërpret rubrikën sportive. E kuptoj. Mos ndërpret. Sala ka marru politikisht, ka mëllë sabën e vetë, nuk e him pun as drejgji. Okej. Po në ndërpret çdo ditë se e ka çdo ditë konferencën. E ka çdo ditë konferencën 12:30 dhe po në ndërpret këtë hapësirën sportive. A doni fort duket jo, a doni fort. Okej, mirë. Ke diçka tjetër? Oj dashëm shumë për popullin shqiptare. Ke diçka tjetër? Për tjetër për Ballukun. Ballukun këto vohën gjithë, me hetë më dali. Më të mirë si edhe të dy se janë të të majtë. Vjedhin në Shqipa, vjedhin me kulturë, me lezet. Vjedhin me lezet? Me kulturë? Okej, mirë. Me lezet. Me lezet. Të të gjindejnë, të të brasin të të dysë. Dakor, mirë, faleminderit përshëndes për telefonatën, marrim tjetër opinion, tjetër bised, kemi bised me zë dhe me figurë muzika. Boj, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si e? Mirë, si e një Andi? Në përgjithësi, mirë. Jo përshëndes, nga maskullora. Po, e di. Unë të gjë me vëmendje, nuk di për këto temat e ditës, apo çështje tjera të aktualitetit, apo keni në i merak ju, se në përgjithës vërtetës nuk rini pa e pasur në i merak apo në i denoncim. Andi. Urdo. Të është një grua këtu të kënesh të thomo që are gjopo, pastaj është pak banale tjetra, dhe të tërë njëso janë, të tërë derat një të rikan, dhe ne gjithë jetën dëgjojnë vetëm Balluku, Rama, Saliu, ai dhëndri Saliu, djali Saliu, të gjithë me televiziona private, me të gjitha. Andi, po ta them që troqë dhe do ta jap do ta ngrë volumi dhe sepse kemi një problem duket se e kanë shprehur dhe tek ti. Ka ardhur një skrep i bashkisë këtu në Mashkullor, të vendit të ish reparti tankeve, dhe na ka prishur një rrugë dhe bagëtit i kemi pa tagji, pa izgjë. Sot, unë nuk kam në një, po ata që janë viktima që kanë në 300 kokë. Unë do t'jetë sot në prua në qoftë se skrepi nuk vjen të hapi rrugën që të komunikojmë me mjetet e transporti. Po ja them se ata kanë agjendët e tjera që i dëgjojnë të gjitha televizionet, Andi. është që me e madhe të vi skrepi. Gjoja bënde erdi 3 ditë nga 1 orë dhe prishi punë, jo ndreqi punë, po doni more, vetëm që s'ka gazetari, kam lutur dhe nuk vinë as nga
të vëgjëja, as nga i zgjë, pare. Këtu... Ja, më ti e ke mundësin, më, ti telefonon mua direkt. Ti po ma thua mua ta të gjojnë, po ma thua mua ta të gjojnë ata. Shumë mirë bën, ja pra, kjo është komunikimi. Po. Ne leprit e kemi këtu, daullja bine në kardike dhe në plesat po guajsh, edhe i dorsin. Po, okej. Po tani shiko, a i skrepi, të lutem, pak me qëtësi, edhe... Gjoni tuaj, unë do të me prua të gjitha bagëtit, se s'kam që i bëj më. Të lutem se dhe ko nuk kemi, më dëgjo pak. Ata e morën mesazhin dhe ata e dinë situatën, që ta kuptoj edhe unë, edhe të gjithë të tjerët që në ndjekin. A i skrepi ka prishu rrugën dhe ju nuk kaloni do të baktit le temi matan që t'i qoni në kullot e tjere. Është e pa mundur. E këshim bërë privatisht, e këshim mushu me kazma, unë doja djetë veja të mirja një skrepa, i skrepi që i prishuri një mandre këtu, po sërit e sot ne marim fund si blektori. Okej, sepse du t'i qoni matan rrugës në kullota tjera e kjo është situata. Dakor. Me qarkullim mo. Me qarë. Blektoria ka me qarkullim, se ka më krinë një vënd. Patjetër. Faleminderit. Ju lutem... Shumë mirë bëre, së pari shpresoj të gjojnë ata me njëherë, që tjetë dhe reagimi me njëherëshme dhe ne do të shojnë se qëfar do të bëjmë. Më njojnë se edhe administratorin e kam njët. Më njojnë me një figur, po unë nuk i falem as kujt, as djali tim nuk i falem. Jo, patjetër. Falenderoj, përshëndes për telefonatën, edhe ne i bëjmë thirrje me atë që kemi në dorë dhe spajti ti bëjmë thirrje dhe më pasit zgjidhet ajo problematik, sepse mund duket e vogël, por shumë e rëndësishme për ata banorët. Vjojmë bisedat në studio në këto mene, me njërë duke parë edhe temën e ditës çështjet që i trajtojmë si kryesore, sepse letimi ka ndodhur edhe gjatë ditëve të fundit. Kushtetuesja ende pa një vendim për rastin Balluku, nesër ndoshta do të shprehet pezullimi nga GKK-ja ka qenë apo jo i drejt, po i bëhet apo jo presion drejtësisë, dhe ky është një diskutim, edhe situata në PD Dje Berisha ka nisur ciklin e foltoreve të shpërndarë edhe jashtë, le të themi, kryeministrisë, nëse kemi parasysh ato 3 takime të zhvilluara në Tiranë, ka qenë për do zhvendosjen e rrethën, ndërsa sot Ervin Saljani ka një takim me bazën në Durrës, apo edhe rasti i arrestimit Federica Mogherinit, le të themi me akuzat e korrupsionit, rishfetit e tjerë në Bruksel. Do të kemi mundësi që të marrim telefonatën e radhës, bëni pjesë e programit duke folur me zë dhe me figurë. Pra, duke bërë thirrje në 069 60 13 649, këtë numër regjistroni në aplikacionin WhatsApp dhe nëpërmjet aplikacionit WhatsApp le të themi thirrjen bëjeni atje tek hapësira ku është pra me video, jo thjesht me thirrje telefonike vetëm me zë, por kur mund të bisedohet edhe me video. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Ju dëgjoj mjaft mirë, më thuaj, mendimi juaj. Jam një dëgjues i rregullt i programeve tuaja. Faleminderit edhe kënaqësi që u bët pjesë e programit. Plas jashtë Shqipërisë. Nga na telefononi? Nga Belgjika. Nga Belgjika. Kam një 10 vite që kam futur në e-Albanian legalizimin e shtëpisë. Po. Vazhdimisht thonë që është në procedurë, ta shkuj me i bo thirrje a Trumpit, a Putinit me ma zgjidhë këtë problem, se tërë në Shqipëri nuk zgjidhet. Se s'po merë do të në një zgjidhje? Po marrim do të në zgjidhje. Ma ne thonë, u vra juristi, 3 shtyllat kryesore në Shqipëri për menimin tim janë. Qeveria, pushteti me fjalë politika, drejtësia edhe shnetësia. Të tëra po i bën minat Shqipërisë. I të trija, janë që po minusin Shqipërinë. Sepse nuk po gjen popullit zgjidhje. Mane, jo do vritet juristi, jo do vritet pushtetari, jo do vritet ai. Edhe pak janë të uvra që duhet më uvra se për veprimet që bëjnë. Një qërëvec politik që ka një vit, që ka hynë politik, ka bo 2-3 vila. E i merë ata ne për nërtime për ata, pa problem. Nësa një qytetari thjesht, duhet 30 vjetë edhe nuk e zgjidh problemin. Edhe për një leje legalizimi, në një çështje legalizimi. Ju kuptoj. E kam edhe... Ma thuaj se ju kuptoj shumë qartë.
Po mendoj, po. Banë përshtypje edhe puna e Ardit Gjebres. Me ata banonet e tia që janë kap disa herë me drogë edhe nuk ka denu kush. Për një bim hashat, Okej. shkohet policia dhe të merë parat tonë. Okej, mirë, të përshëndes zotëri. Unë diçka doja të pyesja me që nëse nuk e larguar ende me sekonda. Këto arrestimet në Bruxelles, në Belgjik, këtyre zyrtarëve të lartë europian, pak a shumë me korrupsion, po e përmbledhim. Çfarë thuhet aty në media, apo nuk është se i e përditësuar shumë? Jo, nuk jena me ashtu. Mirë, faleminderit të përshëndes për telefonatën, po zoti ishte i qartë në fakt me gjithë situatën nëpërmjet Albanias, që ai që jeton edhe në Belgjik, absolutisht është lehtësi komunikimi online etj. Përgjigje kanë këtyre gjitha, por nuk është bërë. Pra kjo ishte shqetësimi i zotërisë. Mirëmëngjesi. Urdhëroni, përshëndetje. Ashtu unë mendoj që zoti Rama ka të drejtë, që është i shqetësuar shumë. Që është i shqetësuar për çfarë? Për rastin Balluku apo dhe pse s'ma ul pak zërin e televizorit? Qeverinë si më vinë sa pika ja bën në telefon, gjithsesi vazhdojmë komunikimin. Ore dëgjoj mua. Si ishte mundur që ky kryeministër arrin të bëjë një krahasim për drejtësinë, për normat juridike midis Europës dhe juristit shqiptar. Pse dhe këtë? Sepse asnjë ministër, asnjë punojës i rëndomt i Brukselit, i Europës, i perëndimit të përgjithësi. Dikur, bile kam një shembull, domethënë dikur kam lexuar para disa vitesh në Japoni, rrëzohet një urë 300 vjeçare. Dhe ministri i kohës, ura kishte 300 vjet ishte ndërtuar, që në momentin që ura u rrëzua jep dorëheqje. Ministri aktual, jo i kohës. Aktuali. Jo i kohës kishte 250 vjet vdekur. Po pra, aktuali. Tash po them, ky kryeministër, si ishte mundur që një antar i kabinetit të tij është futur në hetim, me të drejtë pa të drejtë ato do vendos gjykata nesër. Dhe nuk jep dorëheqje. Ku ka vend në Evropë që një qeveritar po jap dorëheqje ku kalon në hetim? Është normë dinjitoze, personale, është demokraci e kulluar. Pastaj, se që vendos gjykata, ai mund të kthehet më i fuqishëm nesër. Ajo. E kuptoj. Ajo mund të kthehet nesër më i fuqishme. Sepse Shqipërisë mund të duhet një tunel, për shembull, nga Gjirokastra për në Sarand, dhe ajo mund ta bëjë atë me 400 milionë euro, më kupton? Dhe të kthehet më i fuqishme si zotës kryeministri. Dhe ajo e bën me 500, e kupton? Okej. Çfarë gjeni? Ora këtë turpe, nuk diskutoj këtë gjë valla. Nuk diskutoj. Gjithsesi ajo me sa kuptoj unë, ja bën kokës saj. Ajo shushet do arrestohet. Shushet me të dhënat që ne disponojmë nëpër që lexojmë në mjet mediave, ajo do arrestohet pa diskutim. Dakor. Mirë. Nuk mendoj se ajo është e vetme. Nuk mendoj se është e vetme. Spaku duhet të vazhdoj që me një gjatësi 15 vjeçare, 20 vjeçare. Të gjej çuditëra. Okej. E kupton? Mirë, faleminderit. Të lutem, përshëndes për telefonatën, të falenderoj që me mirë kuptimin të marrim tjetër mendim dhe opinion. Përshëndetje, mirëmëngjesi, kemi një bisedë me zë dhe me figurë. Urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Unë jam një ish minator. Po. Dhe ne, si ish minator në politika 35 vjeçare, Unë ju njoh. Zoti Qani Shinën mos gaboj. Qani Shino, Andi dhe unë të njoh, prandaj të mora. Unë ju njoh nga rrjetet sociale, ju keni qenë në mos gaboj dhe kandidat për deputet me Lëvizjen Bashkë të Arlind Qorit. Me Lëvizjen Bashkë, po jo antar partije. Po. Jo, dakord, pa tjetër. Edhe jeni aktiv me protestat që zhvillohen për minatorët dhe gjithë shka tjetër. Të falenderoj që bët pjesë e programit, unë ju njojnë në përmjet rjetëve sociale. Për minimumin jetik, këto 3 gjëra kërkojmë, nuk kërkojmë do një gjithë madhe. Sot për shembull, këta qeveria thot që në fund të mandatit do të aqojmë pensionin e vogël 180.000 lek. Sot, unë duke bizetuar me analist, e shikoj që sot minimumi jetik duhet të jetë minimalja 237.000 lek të vjetra.
për një halëgji me çmimet e shportës që janë sot, 237 euro paga shumë minimumi jetik. Prandaj nesër në orën 10 para parlamentit ftoj ish minatorët, pensionistë dhe kush të dojnë na shtresat dhe nevojë të vinë në protest, të bashkohemi para parlamentit, të ngrim zërin për të drejtat tona. Për këto që ne qeverisemi, falemderit se e kuptoj. Mirë, të falenderoj. Alle ka plot, po si marojmë dot. E vërtet, falenderoj, të përshëndes për telefonatën, më vjen mirë që bëre pjesë e programit edhe në bisede sipër pra e dhatë edhe një njoftim nesër protest para parlamentit që do ta ndjekim patjetër siç kemi bërë gjithmonë. Mirë, shumë shkurtimisht ndoshta edhe në bisedë qoftë edhe nëpërmjet telefonit, se do të rikthejmë vëmendje disa nga titujt kryesor të gazetave. Urdhëroni përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se rikthesh në program, vetëm jo shumë gjatë, të lutem ju dëgjoj me kënaqësi. Mirë në përgjithësi. Linja, zotëria do thot, nuk di, ndoshta është, po do thot, e mbylli andi etj etj. Mirëmëngjesi, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, mund të flisnim. Okej, ran dy linja, radhazi mirë atëherë. Shëm pak shtypin e ditës, edhe zotëria ndoshta e dëgjoj edhe nuk thot që ma bëri mua, ma mbylli enkas. Jemi ditë mërkurë, data shënon 3 dhjetor për vitin 2025, ndalemi në pasqyrën e shtypit me disa prej zhvillime kryesore, kjo për efekt kohe. Pezullimi i Ballukut, kolegji kushtetues pa konsensus, akuzat e Ramës dhe kërkesa e Partisë Demokratike. Bëhet fjalë për ankimimin e qeverisë, ndërsa opozita kërkon një interpelancë urgjente me kryeministrin në kuvend në lidhje me këtë çështje. Ringritja e Partisë Demokratike pas kafes me të votuarit Saljani nis sot nga Durrësi takimet me bazën zhvendosemi në policia belge Bastis, zyrat e BE-s në Bruksel dhe Kolegjin e Europës në Bryzh arrestohet Mogherini, akuza për mashtrim. Opinionet e ditës për efekt kohë shohin vetëm në faqen e parë, nga Gzim Tushi mund të lexoni PD-ja midis shizmës dhe gerontokracisë. Sociolog mjeshtri i madh Gzim Tushi shkruan për opozitën. Nga Grona Gjemali mund lexoni alarm i heshtur kriza ujore në Europë dhe tjetër opinion thelbi marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare Kin-Bashkimi Evropian. Zhvendosemi në tema, gazeta Tema është e radhës. Do të shohim zhvillimin kryesor, Berisha i kundërpërgjigjet lëvizjes Ervin Saljanit. Kreu i Partisë Demokratike ka deklaruar nuk do të lejojmë gjuhëti shtrigash në këtë parti, pra në partinë tonë. Grupimi i ri brenda PD-s, Fatos Lubonja deklaron, nuk u amban të thonë që shqiptarët nuk e duan Sali Berishën dhe me të nuk fitojmë dot më asnjë palë zgjedhje. Erion Veliaj, hiq një masën poshtëruese të mbylljes në kafazën metalik, nuk kam parë asnjë faqe të dosjes, kërkoi thjesht barëzi procedurale. Luciano Boçi zbulon, Saljani po, sipas tij ka ambicie të marrë PD-n, por po çorienton antarët. Opinionet e ditës, Merobazë shkruan një propozim pozitiv i PD-s për të shmangur gjyqet popullore të SPAK, nga Andi Bushati mund të lexoni pse Rama e hoqi maskën, nga Batona Xhiu vlen ose zbrazëtia e një bashkimi pa projekt. Në gazetën Dita kalojmë në këto momente, gjithmonë edhe në këtë të përditshme me numrin e kësaj të mërkure për datën 3 dhjetor. Jemi zhvillimi kryesor në Dita vjen nga Adrian Thano, kur Europa godet veten. Shohim disa detaje tjera nga kryeartikulli. Mogherini e dyshuar për korrupsion, shok për elitën e Brukselit, por edhe paralajmërim për të gjithë, përfshirë vendet kandidate si Shqipëria, veçanërisht theksohet ata që po e përdorin si një kallash politik. Hetimi e dëmton vërtet rënd imazhin e BE-s, por njëkohësisht përvon se sundimi i ligjit nuk një emrat paprekshëm. Kur BE bëhet kaq e rrept me veten, ky do të jetë standardi që pret nga vendet aspirante, një sistem që gjen kurajon të jetojë edhe më të fuqishmit e vet. Llogaria, një moshuar që jeton vetëm me pension i bie të haj vetëm një herë në ditë, është një analizë një ekonomiste. E lëm pas edhe gazetën Dita në Telegraf. Do të jemi në këto momente një opozitë e pa orientuar sjell një pozitë mbi Dafina. Është një analizë nga Gëzim Tushi që e pam në fakt edhe në Panorama. Një opozitë e fortë prodhon një shtet të fortë, por opozita aktuale po luan shah në errësirë. Arrestohet për vjedhje
ish shefja politikës jashtë në Bashkimin Evropian, hiqej si mbështetëse e reformës në drejtësi. Opinionet e ditës nga Frank Shkreli lexoni, doktor Ibrahim Rugova, presidenti i Partit Historik i Dardanis, nga profesor doktor Sazan Guri, garanci për fatin e paktit detar dhe e pirin e verill, që do thotë besoj për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Në panorama sport do të jemi në këto momente, shumë shkurtimisht në këtë të përditshme, derbi si shpëtim për Dajën dhe Nuhiun. Sot ora 19:30 Dinamo Tirana përballë sfidën që mund t'i nxjerrë nga kriza. Trajneri Tronditja Tetova operohet në zemër, ju urojmë shërim të shpejt, luan ndeshje edhe në kategorinë e parë. Kapiteni Altin Lala, ne ishim si iPhone 1, kjo është kombëtarja më e mirë. Disa lojtarë meritojnë më shumë historike fitoria në Serbi, thot Altin Lala. Për trajnerët deklaron Reja ja bëri Silvinjos më të lehtë në Europian, mendova se do të pësonin, por ishim dinjitoz. Ndeshjet e kampionatit. Për kategorinë superiorjave 14 sot luan Teuta Elbasani, Partizani Bylis, Dinamo Tirana, nesër luan Vora Vllaznia, Ignatia Flamurtari. Zhvendosemi në shqiptare.com, faqen zyrtare në internet në këto momente dhe shumë shkurtimisht vetëm në CNN, se edhe në zhvillimive në arenën ndërkombëtare, sepse edhe në shqiptare.com, zhvillimi kryesor, lajmi parë, ka të bëjë me negociatat për luftën në Ukrainë. Takimi Putin-Witkov për Ukrainën pa kompromis, Rubio deklaron kemi një farë progresi, Moska bën me dije nuk na përshtaten disa pika, i dërguari SBA-ve takim sot me Zelenskin. Bisedimet për paqen, Trump pesimist, Ukraina është një rëmujë e vërtet, zgjidhja është e vështirë. Belgjik në akuzë për mashtrim me programet e trajnimit për diplomatët e rinj, lirohet rektoria e Kolegjit e Europës Federica Mogherini dhe dy tjerë, pra që kanë liruar, dje më shumë të ndoshta kanë qenë në një situatë ndalimi se sa le të themi arrestimit të mirëfillt, ku vend opozita për mbytyjet e nëntorit pasojë e papërgjegjshmërisë së shtetit të dëmë shpërblen banorët e dëmtuar. Dhe në CNN do të kalojmë pak në këto momente me sekonda, sepse në foton kryesore është moment nga takimi në Moskë të dërguarve të SBA-ve dhe rjeti prestigjioz televiziv amerikan shkruan jo kompromis pra në lidhje me planin për Ukrainën. Kremlini, po ashtu thotë disa pikat këtij plani në një farë mënyrë nuk na përshtaten apo nuk na konvenojnë dhe nuk flitet deri më tani për ndonjë takim tjetër Trump-Putin që të jetë në agjendë.